Ilahit a janë bidat, haram apo halal. Pas këtij shpjegimi të qartë, dy kategori nuk do ta pranojnë dhe nuk do ta kuptojnë çështjen e ilahive. Agjendat e programuara për të sulmuar çdo traditë islame nën petkun islam dhe budallënjt e sinqertë që e kanë marrë fen prej tyre. Me të dyja këto kategori nuk mund të merremi sepse është humbje kohe. Do ta shpjegoj në dy pika çështjen e ilahive shumë qartë. E para, fillimisht është e gabuar që për çdo çështje në islam të pyetet a është obligim apo është haram, sepse këto dy kategori janë, nëse mund t'i quajmë, kategori kufitare. Janë kufijt që ka vendosur Islami dhe përbën një numër të vogël gjërash. Shumica e çështjeve janë mes këtyre dyjave, pra janë thjesht të lejuara, të pëlqyeshme ose të papëlqyeshme. Tani për ta kategorizuar, më parë duhet kuptuar se çfarë është ilahia. Ilahia është poezi, është krijim artistiko-letrar në vargje. Dietarët klasik si Imam Neveviu, Imam Gazali, Ibn Hajar, Ibn Hazm, Ibn Taymi e tjerë, të cilët kanë përmbledhur edhe mendimet e atyre të mëparshmëve, pra të parëve të këtij ummeti, unanimisht e kanë lejuar ilahin pa instrumente, ndërsa në atë me instrumente ka divergjencë. Madje dietar dhahiri e therisë Ibn Hazmi, që citohet shpesh edhe nga vehabit sot, është shumë tolerant në këtë çështje dhe thot kështu në librin e tij El Muhalla. Të gjitha hadithet që flasin për ndalimin e muzikës janë të dobta dhe nuk vlejnë. Muzika dhe këndimi janë të lejuara për sa kohë që nuk përmbajnë fjalë të ndaluara. Citon kështu në librin e tij Ibn Hazmi. 2. Një pikë shumë e rëndësishme. Ju që ju konsideroni ilahit bidat, a shikoni 2 orë futboll, a shikoni filma, a luani me orë të tëra PlayStation dhe a keni aktivitete të tjera argëtuese? Lind pyetja. Nëse jo, nëse gjithmonë merreni me adhurim, atëherë ju jeni njerëz të rrallë që duhet puthur në ball. Por nëse po, atëherë paçi faqen e zezë. Sepse çdo qytetrim ka instrumentet e veta të argëtimit, të kulturës dhe të artit me të cilat i orienton njerëzit. Dhe është shumë interesante se si elitat, dietarët dhe evlijat e shoqërisë islame kanë prodhuar kulturë dhe vepra të atilla që njerëzit edhe në çastet e argëtimit, pushimit dhe të relaksit, ata të përkujtojnë Allahun. Qytetrimi i sotëm ka si instrumente futbollin, filmat dhe koncertet, ndërsa qytetrimi islam kishte kaligrafit me vludet dhe ilahit. Nëse nuk e kuptoni në këtë prizëm, ju mund të jeni besimtar, por jo kuptues të drejtë të fesë. Nëse nuk e njihni njeriun, ju nuk mund ta njihni njeriun më të lartë, Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe